Bismillahirrahmanirrahim. Në dorën time kam një pasqyrë zmadhuese, nëpërmjet të cilës po përpiqem të numëroj ca çime të bardha në mjekran time. Dhe ju do të thoni se çfarë është ky veprim, edhe a duhet ta bëjë njeriu një gjatë të tillë? Po, lypset me e ba her pas heret, edhe me pa veten në pasqyrë, edhe me vendos në peshoren e atij poetit të urtë, i cili një ditë doli përpara pasqyrës dhe gjeti një fije të bardhë, një çime të bardhë. I shqetësuar, e zhguljete me njëherë, e pa dhe mori ta hidhte. Ajo ju drejtua, duke i thanë: po më sheh të vogël edhe të dobët dhe po përpiqesh të më largosh nga fytyra jote, por prit. Tashma do të tregoj unë ty se kush jam. Unë jam lajmëtare e vdekjes. Dhe së shpejti ushtria ime do të sundoj i fytyrën tande. La ilaha illallah. I thonë këtyne lajmëtarët e vdekjes: vdekja? Allah. Po pse na hapni temat e vdekjes, o njerëz? Po pse na hapni temat e vdekjes? Na lini të jetojmë. Jetoni. Le të jetojmë sa të jetojmë. Se atë çfarë shkruan në ball, do ta shoh syni. Askush nuk mund të largohet nga ajo çfarë Zoti i Gjithësisë ka shkruar për te, përfshin dhe vdekjen. Mirë po, pse po trokas në këtë derë? Ditën e sotme, mësova se një djalë i ri, rreth të 30-tave, kishte ndruar jetë. Ndoshta nuk ka pas kohë me pa as edhe një lajmëtar prej lajmëtarëve të vdekjes. Sot, në një prej cepave të trojve tona të shtrenjta shqiptare, një hoxh me qallë, me mjekër, me gjyve, pak a shumë si ky personi që shihni, ndroi jetë. Që thotë se sot mund të isha edhe unë, po ndoshta në këto momente mund të jem unë, po ndoshta nesër, po ndoshta po çfarë rëndësi ka? Nuk ka fare rëndësi. Shumë njerëz hutohen mas kësaj bote, edhe shumë njerëz vrapojnë pas dynjas, vrapojnë pas pasunisë, vrapojnë pas interesave personale. Shumë mirë, vraponi. Allahu Azza wa Jalla na urdhon në Kur'anin familjar për të punu, për të lodhur, për të sakrifikuar, për ta shfrytëzuar maksimalisht energjinë dhe potencialet që kemi për ta ndërtuar jetën. Allahu Azza wa Jalla na nxit në sa vende në Kur'anin familjar që edhe pasi timi larguar nga namazi të vrapojmë për të përfituar nga mirësitë e Allahut. Punoni dhe fitoni sa të keni mundësi. Rrituni sa të keni mundësi. Krijoni pasuni sa të keni mundësi, ndryshe nuk jepni zakatin. Ndryshe nuk shkoni në haxh. Ndryshe nuk ndërtoni shtyllat e islamit tuaj. Patjetër, punoni, sakrifikoni, lodhuni, por kujdes. Ka shumë njerëz në realitetet tona të dashurit e mi që nuk mendojnë për vdekjen vetëm kur ballafaqohen me të. Dhe me thanë, në familjen e tyre ka hyrë vdekja, por ata nuk kanë menduar në një ditë për këtë ditë. Ata nuk kanë menduar ndonjëherë për këtë vaki. Dhe dikush vjen edhe pyet se ç'a duhet bëj tash për babën tim. Nuk ka shfal asnjëherë, nuk ka shku në haxh, nuk ka thënë shahadetin, nuk ka ba. Ç'a të bëj unë tash për babën tim? Ç'a të bash? Ç'a të bëj për nanën time? Ç'a të bëj për këtë? Ç'a të bëj për atë? Ç'a të bash? Mendon pak sa Allahu subhanahu wa taala është duke të dhënë një mundësi të re. Është duke të thënë ty, po sikur të ishe ti. Dhe bën çfarë të duash për ata që kanë kaluar. Allahu ta pranoft dhe inshallah Zoti ta pranon për ta. Mund të jetë ndërmjetësi për ta, mund të jetë lehtësim për ta, mund të jetë lartësim gradesh për ata. Dakor? Por meseleja është se çka ke bën ti vet. Çka ka bën ai vet që ti sot e përcjell për në jetën e përteme. Prandaj të dashur në të shtrenjtë, teksa shihni veten tuaj në pasqyrë dhe një çime e bardhë, a 2, a 3, a më shumë, kanë mërrit tashma në qenien tuaj, mos u përpiqni të muloni këto të bardhat. Po me i ly, po me i. Lereni ashtu siç është.
sepse është lajmëtari më i mirë çdo ditë kur ti zgjohesh dhe sheh veten tënde në pasqyrë. Çdo ditë kur ti përpiqesh për t'u la dhe për t'u fresku, ajo sikur të thotë kujdes. Sot mund të jetë dita jote e fundit. Unë kam ardhur dhe pasmehet nuk zgjat shumë dhe vjen ai trokitës pas së cilit nuk ka më kthim. Prandaj thotë në Kur'anin famulart, ju jepni dhe shpenzoni nga ajo që ju ka dhënë Allahu, para se t'ju vijë vdekja. E ndonjëherë për ju të thotë, Zoti im, asikur të kthehem edhe një herë dhe të veproj. Por jo, nuk ka më kthim. Në momentin që ajo vjen, nuk ka më kthim. Po kur vjen? E fshet. E fshet. Prandaj sot mund të isha edhe unë. E sot mund të isha edhe ti. E për t'ju dhënë selam njëri tjetrit, qonë ndërmend. Bëni kryt në sejdë. Dhe ktheu nga Zoti jot. Para se të jetë vonë. E ti thush, sikur, por sikur hap dyert e shejtanit. Allahu na sjell vdekjen marr dhe na e zbart fytyrën në këtë botë edhe në të përtemen. Allahu ju dashur.